Nxënës i klasës së 6 dhe fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit. Ai karakterizohet nga inteligjenca e lartë dhe talenti i veçantë artistik, veçanërisht në muzikë. Përmes përkushtimit dhe mbështetjes së vazhdueshme, Urani ka arritur të shndrrojë pasionin e tij në sukses të madhshëm. Ai luan piano, i pëlqen letërsia, arti figurativ, sporti e piktura. Paralelisht me shkollën e rregullt, Urani ndjek edhe shkollën e muzikës, ku është në klasën e 5, me që rast është fitues i disa çmimeve. Çmimet që i ka marrë në piano janë 3 çmimet e para të artisti i ri, 2020, 2021 dhe 2022, Viva Piano 2023, çmimi i tretë, në Sofia të Bullgarisë. Jam ndjerë shumë krenar që e kam bërë shumë krenar shkollën, edhe më kam vendosur në revistën e muajit prill të vitit 2023. Përveç muzikës, Urani shfaq interesim të veçantë edhe në lëndët shkollore. Dashuria për librin është një tjetër shtyllë e zhvillimit të tij. Ai ka lexuar një numër të konsiderueshëm veprash letrare për fëmijë dhe të rinj. Ndodhite unë të karotës nga Ymer Elçani, Misteri i elfëve nga Jeronim Stilton, Udhtim në qendër të tokës nga Jules Verne, Rreth botës për 80 ditë edhe ajo nga Jules Verne, e treguar nga Roberto Piumini, Don Kishoti i Manqës nga Miguel de Cervantes, janë Krishtlindjet Stilton nga Jeronim Stilton. Për angazhimin dhe suksesin e tij, Urani është vlerësuar nga të gjithë. Zakonisht kur janë mbledh fëmijët e tjerë, Urani nuk ka shprehë interesim që t'jetë me ta, ka marrë një libër, edhe nëse në atë kohë nuk ka arrit të lexojë, mirë po është marrë me figurat brenda librit. Ndonjëherë mund të jetë ndonjë sfidë vogël, megjithatë më tepër mund të themi se ka përparësi dhe ndjenjë të krenarisë. Programi është i njëjtë sikur për nxënësit tjerë edhe për Uranin. Urani na ka befasu me arritjet e tij, domethënë qoftë me sjellje, qoftë me mësime. Për ditën ndërkombëtare të arsimit, ai ka një mesazh për bashkëmoshatarët e tij. Unë do t'u them bashkëmoshatarëve që ndjeni këtë ditë si lumturi, edhe mësoni bashkë me arsimtarët që keni, edhe ruajini shkrimin që keni.